Sot, Zeidi rinte pranë dritares pak I heshtur. Unë e pash dhe ju afrova me butësi. Dojherë, kur dikush është I mërzitur, mu ka nevoj për shumë fjalë. Ka nevoj për një fytyrë të qetë, një zë të butë dhe një buzëqeshje të sinqertë. Lina, pse po buzëqesh? Unë nuk thash asgjë për të qeshur. Po buzëqesh sepse dua të them pa fjalë se nuk je vetëm. Buzëqeshja nuk është vetëm kur jemi të gëzuar. Donjëherë buzëqeshja është mënyrë për t'i dhënë dikujt pak ngrohtësi në zemër. Do me thënë një buzëqeshje mund ta ndihmoj dikënd? Po Zeidi, pejgamberi alayhis salam, paqja qoftë mbi të, na ka mësuar se buzëqeshja në fytyrën e vllaut tënd është lëmosh. Pra, edhe kur nuk kemi lek, lodra apo dhurata për të dhënë, mund të japim mirësi me fytyrën tonë, me sjelljen tonë dhe me zemrën tonë. Vetëm duke buzëqeshur? Po, sepse Allahu e do mirësinë edhe kur ajo duket e vogël. Një buzëqeshje mund t'i thot dikujt, unë të shoh, ti je I rëndësishëm, ti nuk je vetëm. Dhe këto fjalë zemra I ndjen edhe kur nuk I dëgjon me vesh. Atëhere, nëse shoh dikë të mërzitur, nuk duhet ta largoj. Nuk duhet ta detyrosh të flas, as ta pyesh shumë. Mund t'i afrohesh me qetësi, t'i japësh selam, t'i buzëqeshësh dhe t'i thuash një fjalë të mirë. Donjëherë kjo mjafton që zemra e tij të ndihet pak më e lehtë. Po nëse ai nuk buzëqesh me një herë? Edhe atëherë mos u mërzit. Mirësia nuk bëhet vetëm për të marrë përgjigje me njëherë. Mirësia bëhet për hir të Allahut. Ndoshta buzëqeshja jote do t'i mbetet në mendje më vonë dhe do t'i jap qetësi. Atëherë sot dua t'i buzëqesh motrës sime kur ta shoh të lodhur. Kjo është shumë bukur. Mos haron as pak Zeidi. Buzëqeshja nuk është vetëm lëvizje buzëve. Ajo duhet të vijë nga një zemër e mirë. Kur imani është I fortë, fytyra bëhet dritë për të tjerët. Një buzëqeshje e vogël mund të jetë një vepër e madhe. Po, buzëqeshja është lëmosh dhe është mënyrë e bukur për të reflektuar paqe. Ndoshta ti nuk e di, sa shumë mund t'ia ndryshosh ditën dikujt vetëm me një buzëqeshje të sinqertë. Provoj dhe ti, prej sot, të japësh lëmosh me buzëqeshje. Subscribe për mesazhet e ardhshme dhe le ta përhapim së bashku një të mirë.